edhe pse Kosova ka një peizazh mediatik pluralist, ka nivele të ulta të dhunës fizike ndaj gazetarëve dhe një kornizë ligjore legjislative gjërësisht të harmonizuar me standardet europiane dhe ndërkombëtare, liria e mediave në Kosovë ka shënuar qartazi një periudhë të rënjes. Miratimi nga kuvendi i ligjit për KPM, i cili më pas u shpall antikushtetues, e i cili do të rriste kontrollin politik mbi KPM-n, financimi i pamjaftueshëm dhe presionet ndaj RTK-s, dhe shtimi i vazhdueshëm i sulmeve verbale dhe denigrimit të gazetarëve nga politikanët e partisë në pushtet janë faktorët kryesor që qëndrojnë pas këtij vlerësimi që e kemi reflektuar. Disa standarde të lirisë së mediave janë cënuar nga partia në pushtet, lëvizja vetëvendosje, dhe si rezultat i cënimit të këtyre standardeve, nga një nivel i qëndrueshëm i lirisë së medias në një vend që aspiron antarësimin në BE, vendi ka kaluar në një periudhë përkeqësimi gjatë 3 viteve të fundit, e nxitur kryesisht nga faktorët politik. Këto zhvillime e kanë cënuar trajektoren e mëparshme pozitive të Kosovës për lirinë e shtypit dhe kështu Kosovës i është dëmtuar statusi i saj si një lidere e rajonit për lirinë e mediave. Një faktor që ka ndikuar në konkluzionet tona është përkeqësimi i klimës për sigurinë e gazetarëve në Kosovë, veçanërisht për shkak të rritjes së nivelit të denigrimit verbal dhe stigmatizimit të gazetarëve nga politikanë të nivelit të lartë, shpesh nga radhët e partisë në pushtet, gjë që ka ndikim toksik në diskursin publik, ashtu si në diskursin publik, ashtu edhe në vetë profesionin e gazetarëve. Numri i përgjithshëm të rasteve të dokumentuara nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka shënuar rritje. Këtë mund ta shihni këtu, në vitin 2020 në Kosovë ka ndodhur rreth 20-25 incidente, ndërsa vitin e kaluar i kemi pasur rreth 70 incidente të dokumentuara. Këtë vit, deri në momentin e përpillimit të raportit, janë dokumentuar rreth 24 incidente. Një shqetësim tjetër lidhet edhe me çështjen e RTK-s, sidomos të aspekteve të paszgjidhura që kanë të bëjnë me financimin dhe me pavarësinë e transmetuesit publik. Po ashtu janë ngritur shumë shqetësime për presione politike ndaj transmetuesit. RTK aktualisht operon në kushte të vështira ekonomike, pa një zgjidhje për çështjen e pronës së saj. Gjatë takimit, menaxhmenti i RTK-s me këmbëngulje i ka hedhur poshtë akuzat për presion ndaj gazetarëve dhe për kërcënime ndaj pavarësisë editoriale. Megjithatë, ne si delegacion mbesim shumë të shqetësuar lidhur me largimin e prezantuesve të edicioneve të lajmeve, ndërprerjen e emisioneve dhe dëshmitë e vazhdueshme të gazetarëve të RTK-s për presione politike. Një çështje tjetër thelbësore mbetet pavarësia e KPM-s, një ligj të cilën, siç e tham, është kontestuar me sukses pranë gjykatës kushtetuese, ka ndikuar që këto shqetësime të rriten. Ne vlerësojmë se ndryshimi legjislativ do ta mundësonte kapjen politike të rregullatorit të mediave në Kosovë. Kryeministri, gjatë takimit me neve, ka thënë që do të hartohet një ligj i përmirësuar dhe është zotuar personalisht që do të angazhohet në këtë proces. Por, për neve, fakti që gjykata më e lartë e vendit u desh të shfuqizonte një ligj që kërcënonte pavarësinë e KPM-s, përbën një zhvillim alarmues që pasqyron presione më të gjera që prekin themelet e sistemit mediatik në Kosovë. Pastaj, një element tjetër që është përfshirë në raport ka të bëjë me procesin e fundit për përzgjedhjen e anëtarëve të bordeve të RTK-s dhe të KPM-s, gjë që ka thelluar edhe më shumë shqetësimet tona për situatën e vend. Gjatë këtij procesi, të monitoruar nga organizatat vendore, kandidatët për organizata drejtuese të dy institucioneve u përgjodhen përmes procedurave të përshpejtuara dhe jo transparente, të shoqëruara me paragjallësi, të cilat bijnë ndesh me parimet e përzgjedhjes meritore. Të gjeturat rreth këtij monitorimi mund t'i gjeni në faqet e folit IKD-s, i kemi këtu prezent, edhe të AGK-s, të cilët në mënyrë të rregullt dhe të vazhdueshme kanë monitoruar të dy proceset. Kështu që ajo që kemi pa ne është që në vend të gatishmërisë për të ndryshuar çështjen pas misionit, për shkak se përzgjedhjet e këtyre dy bordeve kanë ndodhur pas misionit, ky zhvillim ka nxjerrë në pas shqetësimet tona serioze për ndërhyrje politike në mbikëqyrjen e të dy institucioneve, të RTK-s dhe të KPM-s.
Tash diçka më pozitive. Në një frymë më pozitive, takimet me gjyqtarët e gjykatës themelore të Prishtinës dhe sistemit prokurorial, kemi takuar me KPK-n, kanë konfirmuar qasjen konstruktive të autoriteteve gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit në trajtimin e rasteve që lidhen me sigurinë e gazetarëve. Gazetarët të cilët ne i kemi takuar dhe po ashtu edhe redaktorët janë shprehur të kënaqur me cilësinë e përgjigjeve të sistemit gjyqësor dhe prokurorial me rastet që janë trajtuar relativisht shpejt e veçanërisht nga gjykatat. Ne kemi raste nga janari e tutje i këtij viti që një rast i sulmit ndaj gazetarëve është zgjidhur për rreth 20 ditë, që është diçka që mirëpritet e që ka të bëjë me strategjinë që u përmend edhe nga gjyqtari Agron, edhe nga përfaqësuesi i BE-s. Është ndër i madh që të jem këtu me ju sot për prezantimin e raportit Kosovë rikthimi i lirisë së mediave pas shenjës. I thank the European Center for Press and Media Freedom and the partners of the Council of Europe, a platform for the protection of journalism and of the safety of journalists, for organizing today's conference and the fact-finding mission behind this report. A free, independent and pluralistic media landscape is one of the cornerstones of every democratic society. Journalists must be able to investigate, report and express critical views without fear of intimidation, without threats or political pressure. Their work serves public interest and strengthens democratic accountability. As Kosovo advances on its European integration path, media freedom and the safety of journalists remain fundamental democratic values essential for this process. They are crucial for a vibrant democracy, for respect of fundamental rights and of the rule of law, and continue to be closely assessed as part of the European Union's enlargement process. Creating an enabling environment for independent journalism starts with public institutions. Political leaders and public officials have a responsibility to foster a climate in which journalists can work safely and independently. This includes refraining from derogatory language or from public statements that undermine trust in the media or fuel hostility towards journalists. This also requires an independent and sustainable public service broadcaster. A new law on radio television of Kosovo should establish a sustainable financing model while strengthening the broadcaster's editorial and institutional independence. Another priority is the legal framework governing the wider media landscape. The draft law on the Independent Media Commission should be developed through broad and meaningful consultation with media organizations, journalists, civil society, and international partners to ensure alignment with European standards and broad public confidence. Greater transparency of media ownership is equally important. It strengthens public trust and contributes to a healthier and more resilient media landscape. Finally, accountability for attacks and threats against journalists remains important. We welcome the Kosovo Judicial Council's recently adopted strategy aimed at improving the handling of cases involving journalists. Effective investigations, timely judicial proceedings, and consistent application of the law send a clear message that attacks on journalists will not be tolerated. The European Union remains Kosovo's strongest and most reliable partner. Through our financial assistance and political engagement, we will continue supporting reforms that strengthen media freedom, that protect fundamental rights,
and reinforce democratic institutions in line with European standards. Today's report provides an opportunity to reflect on both the progress achieved. It's a great pleasure to be with you here today, and I have actually just yesterday returned from the holidays from quite chilly Finland, at least compared to the weather here in Pristina, I have already noticed. And coming back from a 4-week holiday, it might be a bit sluggish at some time, but I must say that I can't think of any more vital and more important reason to become to restart working again than media freedom and safety of journalists. So it's a great pleasure to be here with you. Let me first of all thank the Council of Europe, European Centre for Press and Media Freedom, the partners of the Platform for the Safety of Journalists, Association of Journalists of Kosovo, Kosovo authorities, and of course everyone present here today. It's nice that we are so many in this room, because the said issue is very important. Actually, it's your dedication and your efforts that made this event and this report possible. After holidays, it's good to keep it simple. Maybe it's always good to keep it simple, and I think one simple truth guides us here today. Democracy cannot thrive without a free and independent press. When journalists act as democratic watchdogs, asking difficult questions and bringing to light those kind of things that maybe some others want to keep in the shadows and which are difficult things, then democracy is doing exactly what it is meant to do. Therefore, the safety of journalists is at the very core of media freedom. A journalist working in fear cannot report freely. When intimidation succeeds, if it does, it's the public's right to know what suffers. Kosovo has made important progress in developing its legal framework. At the same time, this report reminds us that serious challenges do remain. Addressing them is crucial for strengthening democratic institutions and also advancing Kosovo's European path, which has already been mentioned here. As you hopefully know, the Council of Europe is the continent's leading organization for the promotion of human rights, democracy, and the rule of law. Our commitment extends to every corner of Europe, including Kosovo, where we work alongside local institutions, civil society, and international partners to foster resilient democratic structures. Media freedom and the safety of journalists are central pillars of Council of Europe standards, anchored in Article 10 of the European Convention on Human Rights, guaranteeing the right to freedom of expression, information, and a press free from interference and intimidation. The Council of Europe's platform to promote protection of journalism and the safety of journalists brings together international non-governmental organizations and associations of journalists, enabling swift reporting of threats to press freedom and facilitating coordinated responses by our member states and partners. And although Kosovo is not yet a member state, the platform and its partner organizations continue to monitor developments here, as evidenced by our present fact-finding mission report. Through close collaboration with the Association of Journalists of Kosovo, and by sharing findings with institutions across Kosovo and Europe, the platform is working to document and address threats, set benchmarks, and promote dialogue for concrete improvements. In Kosovo, the Council of Europe provides legal and technical support, including through expert opinions on draft legislation, guidance for regulatory bodies like the Independent Media Commission, and training for judges, prosecutors, and law enforcement. Our joint projects with the European Union, such as protecting freedom of expression and of the media, ProFrex, have delivered capacity building on defamation, strategic lawsuits against public participation, and journalist safety for hundreds of legal professionals, supporting fair adjudication and reinforcing media freedom standards. The Council of Europe also offers practical recommendations as highlighted
in this fact-finding mission report to strengthen laws, governance, and practices in line with European standards. These include safeguarding editorial independence, transparent appointments, and keeping defamation decriminalized. Kosovo has made important strides with a pluralistic media landscape, and in particular with effective judicial responses, notably to SLAPS, and legislative alignment with European norms. However, recent setbacks from political pressure, funding challenges, and increasing attacks, be they verbal or otherwise, and opaque appointments processes risk undermining that progress. The Council of Europe is committed to stand with Kosovo to reverse these trends, working together for a safer, more independent, and vibrant media environment. Because media freedom is not just a fundamental right of individuals. It is a foundation of democratic discourse and for an informed citizenry. As such, it is also a precondition for Kosovo's further integration with European institutions. So, in the end, I encourage all stakeholders, many of whom, but not all who are present here, including the government, judiciary, media, and civil society, to use today's conference as an opportunity to build trust, renew commitments, and work collectively towards solutions based on the Council of Europe's values. Ky raport I sotëm që është final, që është pra rezultat I misionit të zhvilluar në Mars, jep faktikisht një pasqyrë të ndryshuar në cilën Kosova nuk është më lider, por është qëndron shumë keq në rajon, dhe kjo reflektohet edhe në renditjet që Kosova ka sa i përket indeksit të lirisë mediave me një përmirësim të vogël pikërisht për shkak të rrëzimit të ligjit të KPM-s në fakt në gjykatën kushtetuese, një përmirësim I vogël si vjet, por e dim renditjen në vendin e 99 të vitit të kaluar. Është me të vërtet takimet që kemi pasur gjatë misionit, fakti që ka pasur interesim kaq të madh, gatishmëri të gjitha palëve për të folur dhe për të dialoguar, është diçka që e vlerësojmë shumë pozitivisht, duke nisur nga mediat, nga gazetarët, redaktorët dhe kryeredaktorët, të cilët është vështirë shpesh të bëhen bashkë, dhe nga diskutimet e sinqerta që kemi pasur, shumë të hapura, pra përfundimi nga ana e mediave, e gazetarëve është pothuajse në unison, që gjendja është klima të bërit gazetari në Kosovë është shumë e rëndë dhe që për këtë fajtori kryesor vazhdon të mbetet qeveria e Kosovës dhe partia politike, lëvizja vetëvendosje për shkak të instalimit të një kulture të intimidimit të vazhdueshëm të gazetarëve, të vënies në pikpyetje të vazhdueshme të punës së tyre, të kredibilitetit të tyre nëpërmjet formave të ndryshme që shpesh dërmojnë gazetarët edhe në kuptimin edhe në mirëqenjen e tyre psikologjike, le të themi, ose aftësinë për ta bërë punën e tyre në fund të papenguar me qëllimin kryesor që e kanë mediat dhe gazetarët, e që është mbajtja përgjegjës I atyre që janë të fuqishëm, që janë në pushtet, që marrin vendime, që ndikojnë në jetën e përditshme të njerëzve. Numri I rasteve të sulmeve, kryesisht online ndaj gazetarëve, ka shkuar duke u rritur. Ka shkuar duke u rritur pikërisht për shkak të edhe zhvillimeve politike, fakti që Kosova ka kaluar në disa cikle zgjedhore, dhe sidomos në vitin 2025 gazetarët gjatë mbulimit të fushatës zgjedhore gjithashtu janë cënuar fizikisht për bën një alarm për AGK-n dhe për komunitetin gazetarës në Kosovë. Unë sot dua t'ju them se ju garantoj dhe ju premtoj që në Prokurinë Themelore të PES, aty ku shtrihet jurisdiksioni I Prokurisë Themelore të PES në 5 komuna, Pejt, Deçan, Klin, Istog dhe Junik. Çdo gazetar I cili mund të kanoset, çdo gazetar I cili mund të mos ndihet I lirë në shprehjen e fjalës, në paraqitjet e tyre, në punët të cilat operojnë në kuadër të këtij jurisdiksioni, lirisht mund të kontaktojnë do të thotë mua si kryeprokurore dhe patjetër si në çdo rast tjetër do të trajtohen me prioritet, siç kemi dhënë edhe përpara do të thotë dëshmi që të gjitha rastet janë trajtuar
jo vetëm në apatin 20 ditor, mirë po janë trajtuar me efikasitet të shpejt dhe në apat optimal. Kemi edhe një raste që brenda 20 ditëve të thotë janë trajtuar dhe janë deleguar në gjykatën kompetente aty ku është kompetenca e gjykatës. Por ne mediat nuk janë vetëm raportues të ngjarjeve, ne I konsiderojmë partner të rëndësishëm institucional dhe bashkëpunëtor për informimin e drejtë të qytetarëve. Jam e sigurt që asnjërin prej nesh nuk do ta njohin qytetarët nëse ju si media nuk keni punuar çdo ditë dhe nuk keni raportuar çdo ditë punën tonë, përkushtimin tonë dhe gjithë ato angazhimet të cilat I kemi bërë çdo ditë punë. Vlerësojmë lart punën e gazetarëve, përkushtimin e tyre dhe sfidat me cilat përballen secili çdo ditë të punës në terren. E shpesh herë dhe jo rrallëherë janë jo të lehta dhe janë rreziqe të larta, qoftë për jetën dhe sigurinë e tyre, po ashtu edhe në kërcënimet të cilat mund të pasojnë shpesh herë të penalizohen për punën të cilën e kanë obligim që ta realizojnë. Nëse t'i themi për rastet për cilat ne I kemi trajtuar, nga viti 2023 deri në vitin 2026, kemi pasur do të thotë ngritje të akta akuzave dhe atë 4 akta akuza, të cilat janë ngritur dhe 2 kanë përfunduar në gjykatat kompetente. Një është me akt gjykim dënues me 7 muaj burg efektiv, ndërsa një ka kaluar në procedurat e ndërmjetësimit. Ashtu se që në një njohuri, kodi procedurës penale e lejon që për veprat penale të dënueshme deri në 3 vite mund të referohet me pëlqimin e palës së dëmtuar. Në rastin konkret, gazetari ka qenë palë dëmtuar dhe ka dhënë miratimin dhe pëlqimin që të kalohet në procedurën e ndërmjetësimit për çka do është përfunduar në gjykatën kompetente. Një rast e kemi që është përfunduar ka qenë një paraqitur jo me kallëzim penal, po me raport informues, për çka dhe është adresuar do të thotë si rast I mbyllur, ndërsa një rast e kemi me persona të panjohur që konsiderohet në regjistrin PPP, që nëmë kupton që një gazetar është kërcënuar, por ende nuk dihet se kush është kryerësi I veprës penale e për çka është në procedurë sipër. Në çdo rast është për mua shqetësuese kur përveç gazetarëve dhe pjesa tjetër do të thotë e komunitetit medial janë të rrezikuar shpesh herë edhe në mitet e punës për cilët ata realizojnë punën e tyre ditore dhe janë të atakuar edhe në kuadër të dëmtimeve të aparaturës së tyre, për çka dhe kemi raste të tilla, për azhësim apo dëmtim të pronës, dhe në këtë drejtim konsideroj që është shqetësuese përderisa sigurisht që dëmi është I madh dhe patjetër që duhet të riparohet. Vetëm gjatë periudhës janar-qershor 2026, Policia e Kosovës ka iniciuar 10 raste penale, ku ankues apo viktime kanë qenë gazetarët. Prej tyre 7 raste kanë qenë për veprën penale të kanjosës dhe 3 raste për sulm. Nga këto raste, 8 janë proceduar me kallëzim penal në organet e drejtësisë dhe janë identifikuar 11 persona të dyshuar, prej të cilëve 7 persona janë ndaluar, ndërsa 2 raste vazhdojnë të jenë në hetim. Kryeprokuroria përmendi një diskrepancë të rasteve të cilat raportohen nga Asociacioni I Gazetarëve të Kosovës, edhe ne kemi këtë. Jo gjithmonë gjitha rastet që janë ndaj gazetarëve kanë elemente të veprave penale, andaj kjo diskrepancë mund të jetë edhe për atë, mirë po, edhe ne si organet e drejtësisë inkurajojmë gazetarët që çdo herë që kanë le të themi ndonjë rast letë mos jenë ata që vlerësojnë se ka elementet veprës penale, po mund të vinë të qoftë në drejtorinë tonë, qoftë kanë akses në gjitha stacionet policore dhe të ndihen të lirë që të na kontaktojnë neve në mënyrë që të shohim mundësitë e se si të trajtohen ato raste dhe të shohim se a ka elemente të veprës penale me të cilat policia apo organet e drejtësisë mund të trajtojnë këto raste. Këto statistika tregojnë qartë se çdo raportim ndaj gazetarëve trajtohet me seriozitet dhe profesionalizëm nga Policia e Kosovës dhe ndërmerren veprime konkrete, hetimore dhe procedurale për të garantuar që autorët të identifikohen dhe rastet të procedohen në organet e kompetente të drejtësisë. Nuk është diçka që e kemi shpik na, janë duke e po disa shtete, rekomandimi 2016 për siguritë e gazetarëve I Këshillit të Evropës, qeveritar, qoftë ministri, qoftë zyrën e ekonomisë në pe dhe me po flas në dëgju më shumë për një me Kosovë, sa I përket
Po ajo që mund të themi janë disa rekomandime, jemi mundu që të jemi shumë raporti të gjetura do të mund të shërket të ndodhësh që qeveria të vendosë që t'i bashkuat gjithë nuk ka qenë agjendën